Qëlloi të bijën me thik arrestohet pas disa orësh në Arrati autori. Është arrestuar autori i plagosjes së rënë me thik në Durrës. Mikel Ndoi u arrestua pas disa orësh në Arrati pasi sulmoi me thik të bijën Gjensila Ndoi dhe një koleg të saj. Ai e plagosi në shpatull dhe në fytyrë 24 vjeçaren dhe personin tjetër në krah. Dy të fundit të raportohen se ndodhen në spital. 56 vjeçari dhe nëna e vajzës kishin 6 vite të ndarë dhe shkak për këtë ishte dhuna e vazhdueshme që Ndoi ushtronte në familje. 56 vjeçari ishte larguar në Itali ku edhe ishte burgosur për këtë akuzë. Ai është kthyer në Shqipëri së fundmi dhe ka kërkuar të ribashkohet me familjen, por kjo nuk është lejuar nga vajza. Kjo ka mjaftuar që babai t'i shkonte në vendin ku ajo punonte dhe ta plagoste me thik në rrugë. Për t'i ndarë ka ndërhyr një person i cili po ashtu ka mbetur i plagosur. 2 të plagosurit janë dërguar në spitalin e Durrësit, ndërsa autori është arrestuar. Policia dhe grupi hetimor ndodhen në vendin e ngjarjes. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.